لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Në emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirëdhëruesit. Përshëndetje dhe përgjigje në cilën njerëzim profetin tonë sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij, mbi fëmijët e ata të cilët i ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Njeriu shpesh mund të lidh mendje një pyetje. Pse ne ndodhemi këtu? Pse ne jemi këtu? Është pyetje që çdo njeri duhet ta mendojë dhe të meditojë në ta. Ata të cilët mohojnë Allahun e ngarësuar, mohojnë ditën e gjykimit, nuk arrin dot me gjetë përgjigjen kësaj pyetje. Ose i shmangen. Dhe shefti filozofët më të mëdhej që e majnë këtë kohës, mendimtarët më të mëdhej të kohës, kur vjen çështja tek kjo pyetje, i bën bisht. Ose i shmanget. Nuk do ke kjo pyetje. Kjo pyetje është mëshirë për një pjesë njerëzish, siç është pra për besimtarët. Besimtari është mëshirë për kjo pyetje. Sepse ai kur vjen çështja ke kjo pyetje, ai nxitet bëj më shumë vepra të mira. E di kuptimin e jetës. Beson botën tjetër. Ndërsa është dënim kjo pyetje për mohuesin. Ai kjo pyetje e lën vetë. Kjo pyetje e fason. Ke kjo pyetje ngec. Është dënim për to, vujtje. Dhe vjen, për shembull, William Provine, ka qenë një historian. Këto e marrin pra të madh. Vjen çështja ke kjo pyetje, ai mundohet i bën bisht. Dhe nuk i gjen përgjigje. Po jemi pa kuptim. Njeriu është pa kuptim. Kjo botë është pa kuptim. Vjen një moment kur ti ke ardhur këtu rastësisht dhe ikën pra kaq. Çdo gjë rastësisht. Dhe kur flet për veten, fliste për vllajën e tij, ishte mosh. Fliste për vllajën e tij, thotë vllai, u smor dhe thotë, po vunte shumë. Ai po kërkon të thotë vdekje, po ne nuk e jemi dot. Kurse unë thotë, nuk e lej veten shkoj deri në atë pikë. Unë thotë sa të vjen momenti pra që të smuren si ai, zbuj si ai, papi brave. Se për të nuk ishte kuptim. Për të pra ai mundohej, thoshte këtu vetëm lumturi. Po erdhi momenti i vujtjes, sa ai nuk besonte po tjetër. Ai nuk e dinte se ai sa është. Vjen një tjetër, Charles Docker. Edhe kjo me majnë për të madhë. Edhe kjo ishte njëherë në një seminar. Dhe i drejton njëri, një student, para studentëve, i drejton njëri një pyetje. Dhe pse jemi këtu ne? Përgjigjja e tij e disi thotë, ç'është kjo pyetje e kotë, kjo pyetje pa kuptim, kjo pyetje shesharake. Si shesharake. Kjo është pyetja më e rëndësishme. Si mund të thosh sa pyetje shesharake, kur kjo është pyetja më e rëndësishme? Pse unë jam këtu? Çfarë është qëllimi? Çfarë misioni? Pse kam ardhur në këtë botë? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Vjen Woody Allen. Ky ishte një regjisor në Amerikë. Po i madh tek ata. Dhe fillon duke folur pra rreth kësaj pyetje. Edhe pyesi ta të parët. Thot ne këto filmat, se ne du me i dhonë, nuk ka kuptim jeta, po ne të mundohemi t'i japim i kuptim në mënyrë që t'i shtyr njerëzit jetojnë, ta shijojnë jetën. Dhe i bëjmë këto filmat, këto gjëra me i hutu. Si e si njerëzit mos shkojnë me këtë pyetje me vra menin pse jo. Dhe vjen në Allahu i rasuar në Kur'an. Përgjigje shëruese.
Nuk ka përgjigje më shëruese se kjo. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar, thot Zoti, vetëm që të adhurojnë. Kjo është shëruese. Kjo e bën njeriu të jetojë i lumtur. Kjo ja mundson njeriu nëse jeton sipas kësaj që kërkohet për kësaj përgjigje, fitoj edhe lumturinë e botës tjetër. Kjo ja mundson njeriu që ore jetë kuptim jetës. E shtyn njeriu në bën vepra të mira, s'ka nevojë me udhëtu kot. Dhe vjen një moment po befasohet. Por e jeton jetën e lumtur, nëse jeton sipas kësaj që thotë kjo përgjigje. E ky është qëllimi kësa Allahu i lartësuar dhe krijuar. Me adhuru atë, me zbatu urdhrat e tij, me mundu me wafu tek ai. Dhe në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala fton për këtë gjë. Fton me adhuru atë. Sepse me këtë fitohet lumturia në këtë botë. Po fitohet lumturia që ka dorë. E ka Zoti, njeriu që ka dorë. E ka Allahu. Allahu subhanahu wa taala, nëse njeriu e realizon këtë gjë, ja mundson me jetu i lumtur dhe me fitu në botën tjetër, me fitu lumturinë e përjetshme. Dhe në shumë ajete, Zoti i gjithësisë tërheq vërejtjen për këtë gjë, pikërisht. Kujdes me këtë gjë. Çështje të tjera, për shembull thot Allahu, "Wa man yushrik billah faqad dalla dhalalan ba'ida." Kush i bën shok Allah, devijon nga kjo, nga ky qëllimi, ai ka humbur një humbje të thellë. Vjen Zoti i gjithësisë në Kur'an thotë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nuk fal që t'i bëhen shok atij. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe fal përveç kësaj, përveç shirkut, pra i klaris, kënd të doj. Vjen Zoti i gjithësisë në një ajet tjetër thotë wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kush i bën shok i dhujtari Allah ja ka bërë ati haram xhenetin, wa ma'wahu an-nar, dhe vendi i tij, dhe strehimi i tij, pra përfundimi i tij do të jetë zjarri. Ne shohim shumë musliman, normal, e di të gjithë, e di shëtimin, pse ne e di patjetër se në botën tjetër njeriu nuk shpëton vetëm se ai që vjen me zemër pastër. Në zemër pastër prej kujt? Prej dhujtarisë. Në zemër pastër prej kujt? Prej devijimit nga ky qëllimi. Po devijoj njeriu nga ky qëllim se kemi ardhur, realizimi i tauhidit, adhurimit të Allahut, iku, nuk fiton gjë në botën tjetër. Ajo që ta mundson në botën tjetër me hyrje në xhenet është pikërisht kjo gjë, tauhidi. Adhurimi Allah. Njeriu po devijojnë nga kjo gjë, në vetë botën tjetër. Dhe në këtë botë patjetër vuan e përshme. Dhe ne kërkohet prej nesh si musliman, që patjetër këto që ne mësojmë, me apërcijë dhe atyre tjerë, që me jetu për këtë qëllim, me apërcijë dhe miqve ta, stafën dhe ta, njerëzve që ndoshta çalojnë në kjo pikë, me apërcijë dhe shiko, e që të bëndë të pikë, të të tjetër është me adhuru Zotin, është me besu profetin alayhis salam. Kjo është qëllimi se kemi ardhur. Kjo është qëllimi se na ka krijuar Zoti. Këtë gjë duhet me apërcijë gjithë atyre, pra gjithë njerëzit. Është mundësia çdo njëri. Dhe patjetër, do që edhe musliman, se besimtar, ai e di në teori pra që, për shembull, Zoti është furnizuesi. Zoti është krijuesi. Allahu është shëruesi. Por kur vjen praktik, do të që edhe çalon kjo. Për shembull, ke furnizimi, ai i merr shkaqet, e di thot Zoti është furnizuesi, po mbështetet më shumë tek shkaqet se sa ai që ka ndor shkaqet. Kjo është problem. Kjo është problem. Kjo është problem i madh. Besimtari nuk mbështetet tek Allahu, i merr shkaqet patjetër.
Nafton Zoti me mënyrë pra profeti alayhis salam Nabi nafton me marrë shkasë. Por kush i ka dorë? Nga Allah. Patjetër që muslimani shkon mjekohet, merr ilaç, i pije gjitha, por kush është shërbuesi? Është Allah. U i dha me lutu të bëhe shpin dhe kur së murem a i më shëron. është problem nëse njeriu e harron këtë gjë, e neglizhon këtë gjë, mbështetet vetëm tek mjeku, vetëm tek ilaçi, jo. Ai bën shkaqe të mjeku. Po shëruesi është Allah. Dhe ne kemi shembull shumë. Vjen mjeku bën të rryen e gjitha, ato që kishin dorën e bën. Tani Allah, Zoti i gjithësisë. E kështu edhe në çështje tjera. Patjetër që Zoti i gjithësisë, dhe Allah subhanahu wa taala imagjinoi të njerëzve më të sjellur. Zoti i gjithësisë tërheq brenin e kjo gjë. Imagjinoi që kur vjen për Ibrahimin alayhis salam, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt, thot Zoti. Dhe kujtoi kur i tregua apo qartë Ibrahimin vendin ku do ndërtohej qapja. Më pas çfarë thot? E porosit Zoti, alla tushrik bi shay'a. Mos më bë idhujtarin kujt Ibrahimit alayhis salam. Babai i profetit. Ai i cili pra shysh fillimet e tij ka bë ball idhujtarisë. Ka ftuar njerëzit në adhurimin e Zotit. Me realizuar qëllimin pse na ka krijuar Allah. Thotë, pastroje shtëpinë time për ata që bëjnë tavaf, thotë Zoti i gjithësisë, për ata të cilët falen namaz në këmbë, binë ruku dhe në sejdë. Po ashtu Allah subhanahu wa taala i shpall profetit ton sallallahu alaihi wasallam, ku i thotë: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Kjo është shpallur ty o Muhammed. Dhe atyre që ishin para teje, që nëse ti do të bësh idhujtari për Zotin shok, do të shbohet, do të shpërsohet, nuk vlen pra puna jote. Imagjinoj ti profetin sallallahu alaihi wasallam. Vjen Zoti i gjithësisë përmend në Kur'an 18 pejgamberë. Më pas çfarë thotë? Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Yahdi bihi man yasha min ibadihi wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kjo është udhëzimi i Allahut, me të cilin udhëzon kënd të doj prej robërve të tij. E nëse ata imagjinojnë 18 pejgamberë, pishtarë, thirrës në tauhid, me realizuar qëllimin se jemi kriju. Thotë, nëse ata do t'i bëjnë shok Allahut, do t'u shvlerësohet puna, vepra e tyre. Allahu ndalon nga idhujtaria njerëz pra që kur nuk pritet prej tyre që ta bëjnë këtë gjë. Imagjinoje ne pra tjerë që e njerëz tokë ta bëjnë, grihemi. Kjo është çështja dhe qëllimi pse ne jemi në dynja. Ky është qëllimi pse Allah subhanahu wa taala i dërgoi profetin. Pra që na udhëzoi Zotin e gjithësisë. Dhe patjetër vjen premtimi Allah në Kur'an. Ata që realizojnë këtë qëllim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzi, thotë Zoti i gjithësisë, besimin e tyre me idhujtari, me shirk, për këta thotë do të ketë siguri. Dhe këta janë të udhëzuarit. Lutim Allahun e lartësuar që na bëj prej tyre. Amin. Allahu na mëson xhenetin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Baraka